Një raport hulumtues i organizatës së teja që i ka pas në fokus lektyrat shkollore, dhe pastaj do të kalojmë roli jam pastaj do të jetë kryesisht facilitues në raport me Milizën për shkak se, si më thonë, ekspertiza kryesore për shkak me vlerë sot që ndron pranë meje. Teja ndër vite, prej viteve 2018 deri në 2023 ka zhvilluar rreth 5 hulumtime mbi lexueshmërinë në Kosovë. Fillimisht kemi pas target kryesisht grup mosha të reja, nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta, të mesme të larta. Në vitin 2023 kemi pas një shtrirje goxha të gjerë dhe me gjitha grup moshat për sa i përket lexueshmërisë, kulturës leximit në shoqërinë tonë. Dhe konstant kështu kemi marrë informacion ose feedback prej respondentëve që sidomos lidhur me lektyrat shkollore, që për shembull sot ende vazhdojnë të lexojnë lektyrat që janë lexuar prej prindërve, ndonjëherë edhe prej gjyshërve tanë. Nxënësit e përjetojnë lektyrën shkollore kryesisht si obligim shkollor për me përfundu një proces obligativ, jo si proces që ngjall atraksion dhe kënaqësi për gjatë leximit. Referatet ende përbëjnë një prej elementeve kryesore të mënyrës se si vlerësohen leximet në shkolla, sipas gjetjeve të hulumtimeve tona del që deri në 70% të nxënësve vetë deklarohen se referatet i kopjojnë. Këtu dhëna janë fundit tash në vitin 2023, që të besoj që kjo përqindje ka eskalu tërësisht pas parasysh edhe platformat e AI ose ChatGPT që tashmë kanë marrë havë të përdorimit sidomos te grup moshat e reja. Mësimdhënësit për shembull, një citat, më herët 1 deri në 3 nxënës nuk i lexonin lektyra, tani 1 deri në 3 nxënës më shumt janë ata që lexojnë lektyrën shkollore, e kështu me radhë. Tash e përmenda ndër të tjera që brenda shkollës lektyra shkollore konsiderojnë që është instrumenti ose mjeti kryesor institucionet shkollore dhe mësimdhënësit që mundet me i kriju kështu shprehje leximit, sidomos për faktin që në shkollat tona mesatarisht është një praktikë e përgjithshme, edhe pse jo kështu rregull sistematik, po është një praktikë që mësimdhënësit e rekomandojnë një lektyrë brenda një muaji, e që deri në fund të vitit shkollor afërsisht deri në 10 lektyra mund të lexohen nga ana e nxënësve. Kur e marrim këtë element për bazë, e shohim shumë të rëndësishëm për faktin që në një gjetje tjetër të hulumtimeve tona del që prindërit nuk kanë ndonjë kulturë të leximit, edhe nuk janë si model i duhur për fëmijët e tyre. Të paktën 47% e nxënësve që i kemi pas respondent nuk e kujtojnë herën e fundit kur i kanë parë prindërit e tyre me libër në dorë. Kjo kornizë do të mu zgjenu pak më shumë. Është mësimi i letërsisë siç bëhet te na. Lektyrat janë, se më thonë, rezultati i fundëm që ata irritohen, ose me thonë me fjalë tjera bëhet bajat qatë shumë letërsia që ata nuk mund me pa as lektyrat, librat për fëmijë se e marrin si obligim, si s'po di as vetë çfarë gjendje vinë se në formën se si ata mësojnë letërsinë. Pikë së parë, unë gjithmonë kam përkrah idenë që letërsia munda prej gjuhës. Ne vetë në fakultetin filologjik i kemi 2 departamente të ndara, është gjuha shqipe dhe letërsia shqipe, dhe na mësojmë këto jo vetëm 4 vjet bachelor, po edhe 2 vjet master edhe 3 vjet doktorat. Do me thonë, është e ndamë që aty. Unë vetë i kam pas 2-3 landë gramatik dhe 90% tjera letërsi. Dhe kur një kolege imja pranohet në një shkollë, ajo nëse vjen prej departamentit letërsisë, ajo komi thonë shumë ma shumë rëndësi letërsisë e kanë me ngecë ata në gjuhë. Qifti jam, për shembull, unë gramatik kisha ditë shumë ma pak, i kisha shti me lexu libra me zëre me qef. Po në anën tjetër është edhe një problematik tjetër për te kësaj, që është fakulteti i edukimit apo pedagogjik, që edhe ata prodhojnë mësuesa dhe arsimtare, aty tani mandej bëhet lëmsh edhe më i madh sepse ata nuk janë specializuar as në gjuhë as në letërsi, po ata janë për pedagogji.
Kjo është e para, po gjithmonë kur kam bisedu me kolegë që letërsia në për shkolla po përdoret vetëm si material për gjuhën, për strukturën gjuhësore, për me gjetë emrin mbi emrin, për morfologji, edhe që mu ka dhimbs, të më thonë se qysh me ndi ata knaqësi kur ata kanë me analizu një fjali. Po nuk i kam gjetë për kraje në asë një kolegut, ju që kishë mujt na me bo diçka, po të paktën për me boni fushat, si me thonë, ose me ndu këto, po ata kanë thonë që nuk është e drejt, i kanë argumentet e veta, si do qoftë as në Evropë nuk është e ndame. Unë kam ma shumë motrën e kam në Angli dhe ma shumë kam informata atje se si mësojt letërsia, atje është landa English, po njëjta është edhe në Gjermani edhe në Itali, pra mësojnë në kuadër të edhe gjuhën edhe letërsi. Si do qoftë, kjo është vetëm ide që unë kisha mendu në të ardhmen për me u apliku. Mandej, problemi i dytë është sistemi mbi ngarkuar, kurikula e Ministrisë të Arsimit, jo vetëm tash, po që 25 vjet, kriteret cilat ata i kanë për një liber që përmban morfologji, sintaks, letërsi shqipe dhe letërsi botërore, për një landë vetme, 2 fusha krejtësisht ndryshme, është e tepërt.